Përshëndetje, unë jam Ledja. Si mami dhe si një staf i NHS-s, doja të ndaja disa informacione që besoj se shumica prej jush e din, por ndoshta dikë tjetër mund t'i ndihmojnë. Si prind, kur bëjmë takime me mjek, qoftë për veten tonë, qoftë për fëmijët tanë, jemi si ata fëmijët e vegjël që rrim aty dhe mendojmë se jemi thjesht për të dëgjuar çfarë mjeku do thojë, marrim atë recetën dhe të shkojmë largohemi. Por mos harrojmë që kemi të drejtë të pyesim deri më detaje, çfarë tregojnë analizat, çfarë mjeku po thotë, çfarë mendon dhe çfarë do bëhet hapi tjetër. Dhe thelbësorja është se kam parë se shumë pacientë, sidomos në xhepia ku punoj, nuk e kanë NHS apin. NHS app është një app që ti e shkarkon në telefonin tënd, merr një kod nga sekretarja e recepcionit të xhepis ku je, dhe kështu ata ju japin të drejtë akses për të parë medical records, analizat që keni bërë ndër vite, konsultat që keni bërë me mjekun, shënimet që mjekët bëjnë zakonisht, çdo gjë mund të shikoni. Keni të drejtë për të parë, për të pasur akses. E dyta, nëse nuk i zotroni mirë gjuhën angleze, nuk është turp ta pranojmë të themi se na duhet një përkthyes. Kur vjen puna te shëndeti, çdo kush duhet të jetë i qartë se çfarë po ndodh dhe çfarë do bëjmë. Gjëja e tretë, dhe shumë e rëndësishme në rastin tim që e kam vuajtur nga eksperienca ime është kur mjeku jep një diagnozë ose një mendim, që shumica këtu e kanë direkt, çdo gjë është mirë, jeni në rregull, nëse zemra juaj ju thot se ka diçka që nuk shkon, duhet ta dëgjoni. Instinkti i prindit është si një alarm i ndezur që nuk është më kot. Mos harrojmë se mjekët kanë diplomën, po vërtet instinkti prindëror është shumë i fortë. Keni të drejtë të kërkoni një mendim nga një mjek tjetër në NHS. Vetë NHS u ofron të keni një mendim të dytë nga një mjek tjetër. Dhe pika tjetër më e rëndësishme është shumica e mjekëve kur shkojnë në takim, mezi japin ato kërkesat për analiza dhe për referral për të shkuar në një specialist. Keni të drejtë të insistoni për t'i kërkuar testet e gjakut dhe një mendim nga specialistët. Është e drejta juaj. Për informacione shumë të thjeshta të tilla për shëndetin, për jetën, për ndihmuar familjarët tanë, ju ftoj të më ndiqni për të sjellë video shumë të bukura. Uroj të jeni mirë.